Elida, mirë mbroma, mirë se erdhe. Kënaqësi që të kam sonte në Libero. Faleminderit shumë, Resul. Jam shumë e lumtur normalisht që gjindem sonte këtu. Jam ma shumë e lumtur që përsho shumë zonja edhe jam e nderuar. Faleminderit. I kam zonjat më të veçanta. Po e shoh se secila më e bukur se tjetra. Faleminderit. Faleminderit shumë që e këtu një thash disa fjalë në hyrje për ty dhe karrierën tënde, por më mirë se fjalët, këtë mund ta bëjmë përmes videove. Prandaj e kemi bërë një përmbledhje me disa prej këngëve, disa prej interpretimeve tua. Ta ndjekim dhe kthehemi në studio. Okej. Karriera e saj muzikore është një udhëtim i nisur që nga fëmiria. Këngëtarja e festivaleve dhe baladave të paharrueshme na ka sjellur krijime si Një kujtim pres mrekulli, Ku je ti apo Engjulli im, që tregojnë talentin dhe pasionin e saj për muzikën. Le të zhytemi së bashku në magjinë e disa prej këngëve të Elida Kryeziut. Një kujtim mbi mua lejë pufje në përnat pa pritur ti u zhduke mrekullim ndoshta ndodhin në ndonjë bërrau këto net po më lodhin. Shumë. Vitin 89, 5 vjeqa, po? Po, 5 vjeqa. Kur e sheh këto video, këto këngë, çfarë Shumë kam nostalgji për vitet e fëmirisë. Ka qenë një periudhë shumë e bukur e jetës. Ndoshta unë nuk e kam ditë të bukurën e asaj kohe, por tash e shoh që ka shumë bagazh të madh ajo kohë. Se e shoh që fëmijët tanë nuk i kanë ato mundësitë që cilat i kemi pas ne. Edhe periudha e fëmirisë unë e kujtoj me shumë nostalgji sepse ka qenë vitet më të arta të jetës. Sidomos kjo ka nga Zana dhe Ariana ka qenë suksesi më i madh i fëmirisime. Edhe dëpërtimi me këtë këngë ka qenë që unë në për festivalet e ish Jugosllavisë në atë kohë kam qenë prezente si këngëtare e vetmja kosovare, që kam përfaqësuar Kosovën në atë kohë. Edhe normalisht që më ktheve shumë brapa, sepse gjithmonë jam cilësuar si këngëtare mirëfillt, por këngët të cilat kanë mbet vull, e kam një ndjesi shumë të bukur edhe që jam shumë krenuare. Edhe falenderoj shumë kompozitorët të cilat më kanë dhënë këngët atëherë, sepse përpara janë dhënë këngët, i kanë përzgjedh vetë këngëtarin, edhe normalisht që jam dje shumë e lumtur dhe krenare që kam një bagazh kaq të madh prej fëmirisë. Po ishin edhe pjesa e festivaleve, do të flasim pastaj, po më intereson që sa kohë nuk na ke bën një këngë, që sa kohë një farë mënyre, edhe pse kjo zhdukje, po them, e jotja? Resul, ka shumë pyetje që më bëhen të tilla. Këngën e fundit që kam sjellë është kënga për kushtuar babit tim, edhe ka qenë një vendim jo i lehtë për mu, për me u rikthy në skenë, sepse ka një periudhë shumë të gjatë, ndoshta 10 vjeçare që unë nuk e kam interpretuar asnjë këngë dhe nuk e kam sjell asnjë risi prej Elidës. Edhe shkëputja ime ka qenë në 2015-ën, kur në këngën magjike në 2015 normalisht vendosa që do t'jetë festivali i fundit i imi. Po pse e more këtë vendim? Pse e mora vendimin sepse shkëputjet që i kam pas gjatë kohës, prej vitit 2007, kur unë u martova dhe krijova një familje, edhe pa shumë më të rëndësishme familjen se sa muzikën.
Edhe pse nuk jam shkëputur komplet, por nuk kam qenë aktive ashtu si që prezentove që unë kam qenë këngëtare e festivaleve. Nuk ka qenë e letë, normalisht, sepse gjithmonë kur i shikoja festivalit, gjithmonë e kom pas atë ndjesin pse s'jam, ose pse une nuk e bëra. Po, ajo çka une kisha dëshirë ishte që të fokusohem të familja. Jo të largohem komplet prej muzikës, po primare ishte familja, dhe kështu që gradualisht unë e fillova të largohem edhe e pash një komfort zone që më pëlqente, nuk ishte diçka që s'isha... Më pëlqente që nuk jam shumë e ngarkume edhe me muzikën. Po... Të mungon? Më mungon shumë. Shumë. Ka raste që kur i shikoj festivalet, filloj edhe me qajt. Se jam rrit me të. Është i vetmja mënyrë që unë kam dëpërtu në kohën kur nuk kemi pas as rrjete sociale, nuk kemi pas as YouTube, të vetmet kemi pas televizionet të cilët ne kemi mujtë me dëpërtu, edhe festivalet kanë qenë ato të cilët na kanë hapë rrugën. Edhe kjo është problemi që unë sart i shiqoj festivalet e ndjej një bashllëk brenda vetës. Edhe pse askusht nuk ma ndalon, normalisht. Por është një vendim yti, është një zgjedhje e jotja, sigurisht. Është temë që diskutohet me artistët. Si ti balancosh familjen dhe skenën, muzikën. Cilës ti japësh për parësi. Dhe si ti mbash të dyjat nëse mundesh me i mbajt. Po ti ke vendos të fokusohesh veç tek familja. Ishte vështirë si vendim marrje, dhe është e vështirë t'jetosh me atë ndjesin që atje është skena, atje janë festivalet, unë jam këngëtare që i përkas asaj, po duhet merrem gjithmonë me familjen. Me të të drejtën, Resol, nuk është që mungon mu skena, komplet skena, sepse unë jam antare e kurit të Filharmonisë e Kosovës, dhe me thonë e kam, unë e tonë kohën atë ndjenë. Apo të mjafton kjo, po të përmbush? Ndoshta me përmbush, nuk e di. Shumë herë, nuk po mu me gjithë adekuatën atë që unë e mendoj sakë, se nuk e di apo gaboj ajo, por... Gabojmë kur gjo, jemi në liber, ofo lirisht. Por, normalisht që festivalet janë jeta ime. Jeta jo. E du garën. Ke fillu me mendu për një rikëthim se tash po konsideroj që fëmijët tu kanë rritë? Po, janë rritë, janë rritë edhe asë një nuk e kom pas të ndalu me popës me dalë. Po thjesht vetvetja është ajo që më ka tërhequr edhe kom pas shumë atë rëndësishme të fokusohem të fëmijët edhe pse për krajën e kom pas zakonisht edhe kom pas për krajën edhe prej familjes time, po edhe nga familja e burit. Kështu që vetvetja e Lida është ajo që e cila është tërhequr. Edhe me thënë të drejtën kostoja është shumë e madhe e këngëve, edhe synon ka mendu që një këngë të cilën kushton, sa do që kushton, po më mirë me dy fëmijët e mi, unë e shetis edhe shobotën. Okej, mirë. Ke sjell me vete te kutia e kujtimeve diçka të veçanta. Mund na zbulosh se çfarë ke sjell? Ta hapim edhe më thuaj çfarë është kjo. Po, para se me hap, në momentin kur më thanë që duhet të kesh një libër të kujtimeve ose diçka kujtime, unë nuk kam asgjë kujtime. Nuk mbaj asgjë kështu kujtime. Edhe nuk lidhem me gjëra, nuk lidhem me gjëra kështu të... Edhe u futa në dhomën time edhe mendova, thash, qka kam unë e diçka të veçantë që e mbaj, po nuk e di ose kam harru. Edhe më ranë në mend diçka. Që të libri kujtimeve është të gjitha gazetat, revistat, prej moshës 5 vjeçare, që çdo shkronjë që është shkru për Elidën, mami im më ka ruajtur. Edhe unë e kam një thes. Një thes e ki? Një thes e kam, po sot normalisht i kam përzgjedhur vetëm disa, sa për të thënë që me të tregu, disa detaje të vogla të cilat munde me bashkarisht me i... Okej. Po i shohim nëse duhet edhe lexojmë diçka ku diçka. Që se mundesh me lexu, se unë shumë gatë nuk shoh, edhe ndriçimi pak... Për shembull, ja këtu, është në vitin 87, kur është folur Zëri më i bukur. Okej. Ejte, TVP, 1655.
këngë të bukura nga festivali i fëmijëve Gjakova 87. Po. Do ndjekim në emisionin Ylberi. Në këtë rast do të këndoj Monika Seli, këngën Telefoni, dhe kompozuar nga Shpresa Berisha, Adnan Këpuska, e tjera, Ramadan Sopi dhe Elida Kryreziu, këngën Lepuroshi dhe Abetarja. Të përparim dushit. Po. Okej. Do më thonë, këtu i bjen që është paralajmëru, është paralajmëru, po, gazeta, programi që ka me pas në televizion. Po, është edhe programi kështu, në këtë formë, do me thonë është e ruajtur, krejt komplet, që kjo është. Wow. Shihe. Po. A festivali? Festivali, po. Festivali Akordet e Kosovës, sigurisht është ajo. Në 87. Edhe ja sa është e vogël kjo, shumë e vogël, edhe mami e ka ruajtur vetë pse shkruan Elida Kryreziu, ka interpretuar Zana dhe Ariana, po. Abetarja. Po, Zana dhe Ariana. Zana e Ariana janë shoqet mira, ato lozin bashkë, kanë shumë dëshira, është e kjo? Që është edhe foto, po, që ajo vetë, që edhe kjo është pionieri ku jam une në foto, me shoqën time të utën. Okej. Do me thonë, gjitha këto, mami kur t'i shetë ashtë normalisht ka me bërtit, se ajo i ka në foldera si cili është me diçka të shkrume në to, po unë... I ke marrë një pjesë? Do me thonë, ja, krejti kam këto. Ka që shumë pas kam letë një muze, pas ke mundësi me bëti? Po. E kam një thes kaq të madh, edhe me thonë të drejtën, para 10 vjete, ne ndrojmë vend banim të familja e prindve, edhe qka me bo, me heq gjitha gjanat të cilat nuk na duhen. Edhe në mesin e këtën ishin këto. Edhe unë i tha mamit, mami, po i marrë këto dhe po i hedh me njëherë. Ajo, si, qysh me i hedh, unë e deri sot i kom ruj, thash ti po do me i hedh. Thash po, thash po i hedh, thash se s'na duhen asgjë, thash se veç shka e nëzojmë venin. Shala se ke pas për një me. Jo, seriosisht e ko pas për një me, ndërsa sot, thëmë, o zotë shqyqyr, më falë partë zotin që ka pas veç mendimin që më ka shku mendja, se lemo, edhe i ruj tash shumë e gjelozi, por e kam një vend shumë të posaçëm në shtëpi, edhe nuk isha, i ruj kështu, po nuk isha, nuk i përdori. Pse? Pse jo kom tregu fëmijëve një herë, dhe mendoj që nuk ka pas nevoj të i tregoj prapë. Si e pritën fëmijët, qa thonin? Apo ja nise me qajt, ti edhe tani zdon me të pa fëmijët? Nuk e përjetojnë ata njëjtësion. Nuk e përjetojnë, sepse ata normalisht që nuk... Ata e shojnë nanën e vetë që është, se shkruhet për te, se zakonisht tash dhe ChatGPT-a e shkru në emnin e mbi emnin, edhe e gjenë çdo gjë, po, e shenë nanën e babën, po, edhe aty e shofin ta shmit e mi që për një me që e nkna artiste prej moshës 5 vjeqare. Edhe kjo është gazeta ku është rujtur 2000 viti, ajo, i vija albumit Qenka, edhe e pse e ceke, që jam këngëtarja me sukses me viti 2002. Oke, qëfar është kjo? Jo, kjo është shumë e veçantë. është ka nga një kujtim. Unë ka marrë pjesë në Polifest në vitin 2002, dhe është ja shife, është gjitha e fokusoj po, është e shkrume me dorë, edhe e ruj si kujtim. Këtë këngë e ka shkruar kompozitori Alfred Kaçinari, edhe e ruj me shumë gjelozi. Do më thonë, kështu është bë kënga për festival. Dhe pastaj është këndu kështu. Kjo është këndu kështu. Kjo këngë ka një histori shumë interesante, Resul, se nuk ka qenë shkruar për mu. Kjo këngë është punu një vit. Një vit. Se në atë kohë nuk jam punu këngë si sot. Do me thonë, sot mund është mrena ditës, edhe mund të këndosh mrena ditës edhe përfundon çdo gjë. Ndërsa në kohën kur unë kam këndu prej viti 2000 edhe kjo viti 2002, kjo është një histori në vete, se kjo këngë është përshkru për një këngëtar tjetër. Ndërsa Alfred Kaçinari, kur e fut në studio, thot jo, më falë. Nuk qenë ka për vokalin tonë, më vjen shumë keq. Kjo këngë është punuat shumë, sa që du të zgjedh një këngëtare cila mundet me këndu. Edhe në rregull, vazhdon, kalojnë ko,
Edhe vjen në Kosovë dhe kompozitori Naim Krasniqi i thot, a ke një këngë të bukura diçka për festivalin, do me thonë për festivalin e Naimit që është Polifesti. Edhe i thot po, cila është kënga, thot ja kështu, po nuk ka mujtur asë një këngëtare ta këndoj. Në rregull, thot, a mund ta thras unë diken? Provojmë, qofse e bëj mirë, qofse jo atëherë në rregull. Edhe vjen momenti që unë e marrë këngën, e shof me nota, sepse jam normalisht e diplomuar për këtë gjë, edhe e shof komplet notat, edhe i thëm, a mundem ta shoh? A i thot po. A të futem me njerë? Po në rregull. Edhe marrun e këngën, e këndoj një 2 herë kështu në bazë të melodisë edhe e shoh si është, edhe futëm në interpretim, do me thëmë, kënga është e incizuar prej fillimi deri në fund. Dhe nuk ka asë një shkëputje... Ashtu është bo? Ashtu është bo, po. Do me thëmë, prej fillimi deri në fund. Nuk ka asë një shkëputje. Alfredi ka ardhë me aeroplan, sepse atëherë u thëshën edhe me aeroplan, se ka qenë koha shumë, kjo rruga shumë, po, 12 orë. Edhe vjen, edhe thot, malsho, se nuk po munde me duru. Edhe kjo alëshon në makin, edhe thot, po kush është kjo Angel, qërë Angeli, po kush është kjo? Thot, ta kum gjetu në edita se qa po do ti. Edhe do me thonë, historia e kësaj këngë është, nuk është e shkrume personalisht për mua, pikrish për mua, po është një dhurat që Zoti ma ka qua dhe me mi hap të gjitha rrugët. Na e kujton me zonjat pak, jo të sikur atëherë live drejt për po pak ta kujtojmë këtë këngë. Këngën një kujtim? Po, refrenin do ta këndoj. Ato qovë diqka. Një kujtim, bi mua le një puthje, në për nat, pa pritur ti u shduke, është vonë për të harruar, sa shumë më ke munguar, sa shumë. Faleminderit. Do ta diskutoj me ty një dilemë. A është e vërtet që kur karriera fillon me festivale, tani nuk mundesh ma të bëhesh këngëtare do si do dhe t'i zbresësh kriteret, të bësh gjithë çfarë këngë? Kjo ka qenë edhe arsyeja që unë mbeta që aty ku mbeta. Te festivalet. Te festivalet, te këngët e mirëfillta, te baladat, kam eksploruar, nuk mundem me thënë që s'kam kënduar edhe këngët e tjera. Jam mundu R&B, jam mundu popullore, jam mundu të gjitha, nuk është që nuk munde me i këndu, po thjesht Elida është balada. Do me thonë flejta ato baladat. Edhe kjo ka qenë arsyeja që unë veç ka fillu me... Qëfar gjenë tek baladat ti? Qëfar të pëlqen tek baladat? Tek baladat më pëlqen që ti mundesh komplet ndjenjën shpirtin, ndjenjën me e shpalos aty. Edhe gjithdo këngë e ka një mesazh. E unë gjithmonë i kam këndu dashuris. Gjithmonë dashuris? Po. Tani, nëse do të kishe mundësi të riktheheshe në një festival, çfarë do të bëje ma ndryshe? A ka ndonjë festival që nuk ti ka përmbush pritshmëritë? Ndoshta pritshmëritë jo, sepse në të gjitha festivalet që kam marrë pjesë jam nda shumë e kënaqur. Do me thonë, gjithmonë jam shpërblyer për interpretimin, për këngën, se gjithmonë i kam përzgjedh këngët ku janë më të mirat, gjithmonë ka qenë kompozitor Alfred Kaçinari. Ndoshta i vetmi festival që sot mendoj që ndoshta edhe po gaboj, është Kënga Magjike. E Kënga Magjike? Po. është interpretim live, është një festival me tradita, kam kënduar shumë herë, ka pas raste që jam zhgëny, sepse në Këngën Magjike është një vlerësim jo i drejtë. S'kisha tonë ashtu, po është vetë njëri tjetërin e vlerësoni. E vlerësoj njëri tjetërin, po unë nështë Resuli nuk e ka këngën e mirë, po e kam shok. Edhe jap maksimumin e pikve. Ndërsa zonja e ka këngën shumë atë bukur, po unë nuk e kam shoqë që edhe nuk e vlerësaj. S'ka faj festivali këtu, kanë faj shoqëria. E po, kështu që kjo është arsyeja që unë kur kam qenë në festivalin e Këngës Magjike, e kam përjetu. Edhe kur juria profesionale ka vlerësu, po edhe
Kam përshtypjen që tash është një lloj miksit diçka, nuk është veç njëra, po është edhe ajo. Jo, te kënga magjike është e njëjta. Okej. Është edhe publiku, më sa e di. Edhe publiku. Një farë kombinimi si te Eurovisionit, diçka kam përshtypjen. Okej, do të ktheheshe në atë festival? Do të ktheheshe nëse vjen puna për festivalin aty? Po, vetëm për shkak të interpretimit live edhe që organizimin të cilën ata e bëjnë e ndjesh tamam artiste. Më thonë është sken që ja vlen. Faleminderit shumë. Elida, kemi një surprizë. Një video nga 2 shoqet tuat. Të shohim se çfarë na thonë. Hej Elit, përshëndetje ti Pragës bukur, të pjesës vjetër qytetit, për urës pashme në Prag. E jemi të e bukët vetë për me të regu se sa shumë lirë ki për neve si shoqe, si kolege. Jam shumë e lumëtën që kum pas rasin me t'njohë pi afer, e me bashkëpunu me ty, e me pa që faneri me rikullushëm je, sa e kujdeshme, sa e bukur, sa nane përkushtume, sa bashkër të shambull që je. E po du me t'lutë që mësë me ndryshu këtë kujdes që e kim rena vetit e këtë pozitivitet, e me shpërnda sa ma shumë që mund është jetë, edhe po du me t'falenderu për krejtë shëshnime mirë që ma adorajnë që të ditë, të dua zemër. Hej Elida, përshëndetje, e di që nuk e ke pikë surprizë prej neve prej Pragës, po veç dhe ishta më të thonë, faleminderit që çdo ditë na bën me buzëqesh, me pozitivitetin tënd. Je mrekullueshme dhe t'lutem mos ndrysho kurrë, vazhdo kështu çdo ditë me na bu me buzëqesh. Unë jam shumë e lumtur që jam pjesë e zonave, edhe që kam fatin me taku një person si te. Të përshëndesim shumë edhe të duam shumë Elida. Edhe një pyetje e kemi për ty për fond. Po dojmë shumë e di që shi bën kajtë bukur të qurilat. Që si bën kaq bukura kaçurrelat, po pysim. E falenderojmë Pranvera Hoxhën dhe Elona Sadikun. Faleminderit, këto janë 2 shoqet e mia të pandashme, normalisht që na bashkëpunojmë bashkë se kemi edhe ansambli Zanat bashkë, ndërsa Elonën e kemi edhe në Filharmoninë e Kosovës. Faleminderit shumë çika. Normal që unë djeva shumë e lumëtor. Pozitive do t'jem gjithmonë, se kur ja kam juve, normalisht që do t'jem gjithmonë pozitive. Se i kemi shumë shakon kështu kur jemi bashkë dhe kur kemi udhëtime bashkë gjithmonë i kemi... ka hime ka dalim. Kaqurelat e dini që i kam natyrale normalisht, por... Kremat, sot kemi... Mos të regoj qëfar janë. Jo se reklamat, jo se jam e kujdeshme. Nëse ta bin për një vjetë falas, thuj, falenderoj. Ja, e di që se bin, kështu që e kështu mos jam për reklamat. Faleminderit shumë, Elida. Je angazhuar pra të Zanat dhe në Filharmoninë. Sa po të përmbush këj aktivitet në aspektin artistik ty? Filharmonin, mas pari dua ta përmend, se jam që antare e korit që po thuaj se 16 vite. Studimet kur i kam përfundu, e kam përfundu për një arsye. Kam shku për të përfunduar solo këndimin, për të qenë pjesë e Filharmonisë Kosovës. Do me thonë, jeta ime edhe dashuria ndaj muzikës është pikrisht ajo. Do me thonë, ajo më përmbush, sepse është tamam profesionit të cilën kam zgjedh vetë. Më thonë, ndi është komode? Komode, po. Okej, po të Zanat, pak ma ndryshe. Të Zanat i kemi gjithçka. Të Zanat është, përveç që jemi shoqe, jemi kolege, jemi rritë bashk, do me thonë, unë e me Albanën jemi rritë qysh nga Qerdhja. Kemi këndu në për festivale të asaj kohe, kështu që jemi një ensemble i cili është përveç shoqënis, profesionit, edhe është formu ansambli. Po keni aktivitete me Zanat? Po, se është diçka shumë interesante, sepse... është muzik për qefi? është muzik, po. Muzik për qefi, edhe është muzik e mirëfill shqipe, e cila është harru, ndoshta, po thëmë, kushtimisht që është harru, se tash kam fillu se cili me i këndu këngët ma shumë të vjetra qytetare, se ka një bagazh pak ma të madh se këto të sodit.
edhe ne i rikthejmë në 5 zona, do me thonë diçka që në rajonin Ballkan nuk ka. Kemi tentu, t'ju kemi gjitha zonave këtu dhe të bëjmë diçka muzik, po është e pamundshme mi bë bashkë festave dhe me gjithë kohën, si dhe qoftë do të tentojmë përsëri. Okej, sepse ajo është çështje tjetër të interpretojmë, edhe pse Adelina është në parlament tash, besoj që vjen këndon te zonat, besoj që. Jo, tash te zonat e kemi Elonën. A e keni Adelina për shkak që për shkak që po, Adelina nuk është pjesë e zonave, tash e 2 vite. Kemi qenë ne të katërtat, kemi funksionu disi, por pastaj e ftu me Elonën, se është një vokaliste shumë e mirë, edhe është një njeri i jashtëzakonshëm, është në moshë shumë e re, në krahasim me neve, por aq mirë përshtatet me neve, sa që e kemi mirë prit edhe është shumë e dashur për neve, edhe kujdesemi si një fëmijë për te. Okej, e lumja jo, që i ka 4 nona. 4 nona. 4 nona. Faleminderit shumë, do ta bëjmë një shkputje publicitare. Po. Dhe kthehemi në studio në pjesën e fundit. Po kërkoni një mundësi të shkëlqyer për investim apo për gjetur apartament luksos në Bregdetin e Ulqinit. Banesat tona janë të pozicionuara në lokacione të shkëlqyera në Ulqin, afër qendrës historike. O nxehtë është. Jemi këtu në studio në pjesën e fundit, jemi me Elida Kryeziun. Do të shohim tani një LED me fotografi dhe shohim çfarë kujtimesh apo çfarë historish kemi këtu. Okej. Kjo foto e parë, pse e kam përzgjedh, është se kjo, unë me vllahun tim të u kthy prej Qerdhës është kjo, në bregun e diellit. Edhe lumturia jonë më e madhe ka qenë që prezentimi jam ka qenë në Qerdhe balet, që do me thonë baleti edhe unë e interpretova një këngë, këtu kam qenë më zgabofsha 6 vjetë, mas këngës Zana dhe Arion. E po aty të shkurta, a e di që kam, jo, mami im, kur e kujtoj, ka njëherë thonë pse. Dhe më thonë, kitë foto ti ka me flokë të shkurta, të njetën. Pse, mami jam gjithmonë ka pas që mi prej flokë të shkurta. Se i ka pas gjithë vetë. Edhe gjithmonë ka dosh që edhe unë mi pas flokë të shkurta. Edhe kur pata mramjen e maturës, bile tha,
veç pak po shkoj, veç pak sa me t'i regulu edhe mu shkojt mi previ komplet shkort. Edhe une, qfar vaje, pse mi previ unë mramjet maturës ka me shku. Kështu je ma bukur, si artiste. Pajtove mu në zonjën Lule. Po qfar ti. E kjo është vlaj jam Shari, që kam pikën ma të dopt jetës. Unë e kom qenë bab, nan, shoqe, gjithë shka kom qenë për ta. Kom qenë, s'ka guzu kërkush më halë me asë një fjallë një alëshu. Do me thonë se unë kom qenë motra më rrezikshmja, më rrezikshmja, që gjithmonë e kom mbrojt edhe kom pas afer gjithmonë. Po shihet, ja ke mbajt dorën atë. Po, gjithmonë se kom shu asë një moment. Ako ma është kështu? Qështë është tani? Ka ndryshu rolet tash? Tash është martu, i ka 2 fëmijë edhe normalisht që motra është në plan të dytë. Por si do qoftë sare e thiri në telefon edhe nuk e di pse vetëm zani jemi 2 fëmijë edhe e kam, nuk e di gjithë shka e kam. është bota ime, jeta jeme. Jo më rrit me... Kujtimet bukura si fëmi, po? O, tepër. Edhe kjo foto më pëlqen mas shumëti se ja kom kap dorën, po edhe në gjatë interpretimit korone ja kom pas kjo ka ardhë dhe më ka përqaft gjatë gjithë kohës dhe ti e motra e me ma e mira, edhe nga ka ndonë dhurata edhe normalisht atër për para dhurata ti kemi pas një janë vetë, si kemi pas si tash fëmijë që kanë çdo ditë. Edhe kjo është... Po, pa tjetër. Faleminderit, kujtim shumë i bukur. Kjo tjetra është foto me... 2 prindrit. Po. Mami dhe babi. Po mos t'ishin këta, unë e sot zdo t'isha këtu. E gjithë karriera ime edhe e gjithë shkollimi është falë këtëve dyve. Nuk kam punu asë njëherë, në gjatë kohës kur unë kam studiu. Janë këta dy të cilët mi kam plotësuar gjitha dëshirat e mundshme. Për ta kom qenë jo vetëm një vajzë, po 10 vajza, se kërkesat e mia kanë qenë ndështa pak të prune, po i falenderoj të dy, edhe pse babi nuk jeton më. E falenderoj për dashnin, për jetën, edhe për sakrificën që ata kanë bo për mu, edhe për vllaun tim. Po për mu pak ma shumë, për arsye që unë nuk e ka pas aq të letë me mu, sepse të gjitha këngët është dashur t'i paguajmë, videoklipet t'i paguajmë, dhe jam këta dy ata që kanë qenë sponsorët e mi. Dhe i falenderoj dhe si haroj kur. Një mbështetje pa parë, do më thonë... Një mbështetje e pa parë. Resul është... Ndoshta unë sot nuk bëj aq për fëmijët e mi, sa kam bërë prindët e mi, në kohën më të vështirë, në vitet 90-at deri në 2000-ën, kur ka qenë kriza më e madhe e gjithë shqiptarëve. Këta asnjëherë nuk janë ndarë të punu. Mamin e kam menaxherët marketingut disa gazetave të asaj kohe. Babi ka qenë tonist edhe kamerman, edhe nuk janë dalë të punu vetëm për të realizu të gjitha dëshirat tona në asaj kohe. Pastaj në vitin 2000, janë pozicionu në punët tjera të cilët këta i kanë përgjedh vetë, edhe jam falë këtëmve këtu. Faleminderit shumë që i kujtoj. Edhe gjithë ky bagazh është Zonja Lule e kujtoj gjithmonë kështu, si menaxhere e marketingut në vitin 99-2000 e kam taku për herë parë, pastaj Lulin e kam pas kolegë, i thash Lulartës, kam dalë në teren disa herë me babin, po. Lulin, tha pse ke dalë në herë në teren tja, unë shem konë gjithmonë në studio, e kam njës për terenit. Kështu që, ko që i lashtë, po i bje tjem, respekt për punën që ka bërë aji dhe trashëgimin që e ka lërë. Faleminderit shumë që e kujtove. Është momentit ta ndjekim një video të shkurt. Prap? Po. Okej. Elida Nan, që nga dita kur këndove për herë të parë, si një vajzë e vogël me sy që shkëlqenin, e dija se Zoti më kishte bekuar me një dhuratë të veçantë. Sot je një artiste aktive dhe përkushtuar, por mbi të gjitha jeni mrekulli për mua. Në rrugë më ndalojnë, më thonë, je nana Sopranos Elida? Unë përgjigjem, jo, por them, ajo Elida është vajza ime.
që nuk haron ka 2, 3, 4 herë në dite, të më gëzoj me cingrimin dhe zërin tënë të ëmbël. Pra, para gjitha, duha të them faleminderit që më bëre nën dhe sot më bëre edhe gjyshe krenare. Të dua shumë ylli im, krenaria ime. Faleminderit, Zonja Lule, për këtë mesazh. U emocionove? Shumë. Di se të kujtoj, gjithmonë të kujtoj bashkë me Zonjën Lule në për qytet, tu ecë. Po. Keni qenë pandashme, si shoqe. Edhe në kohën kur unë kom qenë në studime ose në shkollën e mesme, gjithmonë mami më ka përcjellë se kemi pas banimin në Bregujnë e Diellit dhe shkollën e kishim në Dragodan. Edhe për mos më u lodhune, ajo lënte punën edhe vinte merte, edhe më qajke në shkollë edhe më vike merke. Edhe shumë nga profesorët dhe shoqënia theke, po pse s'len mami ty një rahat. Jo pse më ka përndjekur që mos të jem në... Jo, është kujdesur për ty. Po, është kujdesur gjithmonë për mu, sepse... Edhe pse kam qenë e njohur e gjitha punë, nuk kom pas probleme asë njëherë me njerëzit. Gjithmonë më kam respektuar edhe asë njëherë nuk kom pas të lashe. Po, mami gjithmonë është mundu që në të paktën të mos lodhna unë edhe mos të ndina keq që po pshoj njerëz me autobus, jo me këta edhe e pa që unë nuk e kam kompleks. Edhe gjithmonë është kujdesur për çdo detalj të jetës teme. Do me thonë deri në momentin kur jo martu, edhe kur jo martu më thërken telefon, a e mira, ka nëjsa, a ki diçka, do me thonë, apo të mungon diçka, jo bre ma mirë, jam krejt në regull është. Po, atin qysh, a ki hongër, a ki pi? Po, mam, po, mëre qysh jo, kom hongër e kom pije, krejt. Po, a mëse ki ftoftë, mëse ki nëzet, a mëse ki... Do me thonë, gjithë detaj ajo e ka të mendume për mu. Edhe... E ke vëzit ndë njëherë? Po. Po. Ajo është krenare, e tha, për ty. Ajo është krenare, po... me qenë se e ke mërzit, qëfar do t'i thoje? Po di. Unë e kom mërzit në 5 vitet e fundit. Në momentin kur babi ndroi jetë, unë jam bërë shumë keq, e kom përjetu shumë vdekjen e babit, sepse kom qenë shumë e lidhur me mamin edhe me babin, edhe pse o martu, unë prap kom vazhdu me dalë për çdo ditë me ta, ose sa herë kemi pas nevojë, kemi udhëtu bashkë, kemi shëtit, kemi shku në pushime bashkë, edhe kur vdiq babi, unë nuk mujt me pranu që mundet me vdek prindi jëtë. Edhe pse sajre ka përmen mami jeme dhe babi që është normal, është proces natyror, është krejt, po unë gjithmonë kom thonë që i kam të pa vdekshëm. Edhe nuk kam dëshira as njëherë të vdesin. Kur vdiq babi, e kam mërzit qatë shumë, sa që o mbyllën dhomë, s'kom dalë. Kom pas momentet vështira shumë, edhe kom mërzit shumë. Edhe falë për kushtimit edhe dashurisë saj, edhe momentet kur unë i shisha fmit e mi të urrit edhe të pa bashkëshortin të mundu me mishe me shpirt edhe familja ti edhe gjithë të jem për të në kohën me mu, i kom kërku falje mamit, po i thom edhe tash publikisht. Më falj, se e di që mërzia nuk është dashtë të përjetohet atë shumë, por do t'a kujtoj babin gjithmonë edhe do të mundohem që ato pak leksione edhe ato si një burë që e kom pas shumë lakmi me sjelljet të cilat i ka pas ndaj gruas ti, se a i ka qenë shambull për se si duhet një burë të sillet me gruan e ti, kom marrë shambull prej ti edhe kom pas idol, mashkull idol. Edhe falë Zotit, sot burri em është po i njëjtë si babi, edhe jam shumë e lumtur. Kjo është familja ime. Kjo është foto, që ka një histori shumë gjatë, po nuk do t'a them. Okej. Veç nga thëj kur është bo, si u bo kjo, qa ka ndodhë? Ku?
ku bo, si u bo, si Kjo që është ka foto dëtë kur jemi fejune me burin tim edhe kemi shku në Turqi. Okej. Edhe kemi vendosë që unazat i blem atje. Unazat mi ble atje. Edhe shkoj me dullmush atje, atëherë i thojshin, nuk tash mi thoni kombi. Një kombi, po sa ata i thonin dullmush, edhe na theshe po dalim me dullmush edhe po shkojmë t'i blejmë unaza, edhe na gzimi jonë, se na u fejum në Kosovë, po pa unaza. Tham, unaza t'i blejmë atje dhe t'i kemi kujtim. Edhe kur shkum atje, i blejmë na unazat edhe hypëm na tani në kombi, edhe i qëtë që më durët kështu, të mek me na pa neve që na feju. Turqia. Okej. Edhe, ja për isha për na shojnë ajo. Do me thonë... Kështu e ke përjetu? Kështu e ke përjetu edhe kështu e kom... Rezultati është këtu? Rezultati është ke, po. Me ardhin bashkëshortin tim, se është anesteziolog, është doktor, jemi pështat shumë, sepse kjo përveç që e ka profesion mjekësi në anestezionin, është muzikant shumë i mirë dhe jemi përpuz shumë se është rocker, e do në muzikën rock, i bie pianos edhe është rrit me muzikën klasike, sepse baba i ti e ka dorë gjithmonë, edhe kështu që kjo është familja ime, është Dioni edhe Andi, këta janë fryma jeme dhe jeta jeme që unë sot punoj edhe frymoj për ta. Faleminderit shumë, dhe me këtë fjali ka që bukur po e mbyllim të intervjë. Faleminderit që ishe sante në Live. Faleminderit shumë, Resol, ishte knasi edhe imja.